vendosjen e tritolit në banesën e saj më 10 maj 1998, që plagosi të 4 pjesëtarët e familjes dhe fëmijët e fqinjës. Me lot në sy vetëm 6 orë pas shpërthimit, gazetarja do t'i drejtojë opinionit. Çfarë kam bërë që më bën këtë gjëm? Kam bërë vetëm detyrën si gazetare. Çfarë kanë fëmijët e mi, ëngjë që u gjakosën nga kjo dorë kriminale? Unë jam gazetare dhe do të vazhdoj të kryej detyrën. Autorët do t'i ndëshkoj ligji dhe urrejtja popullore. Kjo ishte ngjarje fundamentaliste që nuk është zbardhur ende, që tronditi qenien e gazetares, por kjo ishte prova e zjarrit e ekzistencës së saj si gazetare profesioniste. Mbështetja nga organizmat ndërkombëtar dhe shoqatat e gazetarëve në botë mbi të gjitha qytetarëve vlonjat që çdo ditë të mbushnin shtëpinë e shkatëruar, bëri që Zenepe Luka ta përballoj edhe këtë sfidë që i dha profesioni dhe pas 15 ditësh të rifilloi punën në profesion me lirika. Unë në këtë libër kam bërë edhe parathënien dhe kam frikë se nuk do të them ndonjë më tepër se sa në atë parathënie. Ky libër ka këtë rëndësi të veçantë, sepse është një dokument. Është një dokument për ato ditë edhe mund të themi ato muaj që përjetoj Vlora këtu. Po ato ngjarje nuk i përjetoj vetëm Vlora, por e gjithë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Dhe si publicistikë mendoj se ajo ja ka ajër kësaj. Në uroj edhe një edhe autores dhe nefës edhe ju gjithë mirë. Unë, gazetarja rebele, është libri i saj i tretë. Në të pasqyrohet jeta e gazetares si përngjan një dallge dhe ku janë vendosur disa nga shkrimet e saj në vite. Në ditën e promovimit, presidenti i Republikës Recep Mejdani do të shprehej. E them drejtën, në ngjarja e parë, jo si emër, por si person, në cilën unë jam ballafaquar, e qenë gjykundin ndoshta shtator tetor të vitit 1996, në të ardhur për një mbledhje në Vlorë, dhe Zenepja më doli përpara, nuk e di natyrisht nuk ishte, dhe më kërkoi intervistë me ta shohim sopën. Domethënë me atë mendje që nuk do jepte asgjë. Mbledhja vazhdoi një 6 orë, me shumë probleme. Dolëm mas 6 orës, 7 orës, e shkoj në shkallën. Sa po pres me intervistën, natyrisht ja dhash intervistën, por tregoi që kishte këmbguljen e gazetarit për të realizuar atë funksionim. Dhe që nga ko, unë mund të deklaroj me u bëm miq, kjo nuk e di jam quan mik apo jo, po unë bëra mik i saj, dhe natyrisht asë një përplasje nuk mund në aprish për të miqësisë, sepse vlerësonja një tipar theksor gazetarit, ishte të ngullë. Ky libër u promovua edhe në lidhjen e shkrimtarëve, ku mori pjesë edhe Nermin Vlora. Dhe kam pas të ka një karakter të fort. Karakteri është i fort, po nuk është rebele. Prandaj ndoshta një ditë do të bëhet rebele. Atëherë kur do të bëhet rebele do të keni frikë. Tash për tash është gazetare shtuar, është edhe unë kënaqem kur një grua është zonja, bën një punë të mirë, del në dritë puna e saj. Një jetë për kombin është libri i saj 4 për të mbritur te Kërëfeji Nermin Vlorën. Ishim 3. Në këtë libër voluminos pasqyrohet jeta dhe vepra e ambasadoris së kombit, mbesës së Ismail Kemalit, Nermin Vlora Falaski, si dhe korespondenca elektronike me saj, autores dhe intelektuales doktore Makbule Çeço, që u bën 3. Për me saj shpaloset jo thjesht miqësia, por problematika për gruan shqiptare që finalizohet me amanetet e Nermin Vlorës. Libri Violeta Manushi, kryezonja e skenës, është një monument të ngritur për artisten e madhe që doli në dritë vetëm 30 ditë para vdekjes së saj. Libri i 7 i Zenepe Lukës është Albano dhe Albania, në faqet e cilit shpaloset miqësia e këngëtarit të madh italian Albano Karizi me Shqipërinë, ndërturur me miqësinë e autores që mundi të shkojë në shtëpinë e këngëtarit idhull më 20 maj 1993, në ditën e 50 vjetorit të lindjes së tij.
Ky libër u promovua edhe në emisionin Zonë e Lirë Vision Plus. Ftoj në studio Zenepe Lukën. Albano Albania, Albano and Albania, ose dhe Albania, autore Zenepe Luka, ja ku është dhe në kopertinë e librit Albano Karizi apo jo. Autori ka në dorë librin Drama e dashurisë, Edi dhe Mjallaq Luarasit dhe Jabanxheshat e Vlorës. Kontributi i Zenepe Lukës me shoqërinë civile është i prekshëm, që pasohet me një veprimtari të vazhdueshme. Ajo është kryetare shoqatës kulturore Albano, krijuar në Vlorë më 31 janar 1996, si dhe presidente e Fondacionit Kulturor Mbar Kombëtar Nermin Vlora Falaski. Fans Club Albano është bërë një vatër e veprimtarive kulturore të një nivelit lartë në Shqipëri dhe në Itali, në bashkërendim me këngëtarin e madh italian Albano Karizi. Kulmore ka qenë ardhja 2 herë në Shqipëri e këngëtarit me ftesën e mikes së tij gazetare. Në vitin 2004 ai dha një koncert madhështor në Tiranë, ndërsa në 1 maj të vitit kaluar ai festoi 65 vjetorin e lindjes me fansat e tij në Vlorë. Në këtë ditë të shënuar Zenepe Luka i dhuroi këngëtarit dhe lexuesve librin Albano dhe Albania. Vlerësimin e këngëtarit për presidenten e shoqatës me emrin e tij në Shqipëri e gjejmë edhe në këtë autograf të lënë me dorën e tij më 1 maj në Vlorë. Maj të këtij viti. Jubileu i lindjes e gjen këngëtarin e famshëm Albano Karizin në gjurmët e teatrit. Magjistari i këngës italiane dhe një Beatles për Shqipërinë e viteve 90, ai shpërtheu edhe një herë zemrat e shqiptarëve me këngën simbol të lirisë Libertà, ku përlodheu kthye në përqafime dhe shkundje të përhumbjes dhe ëndrave në rigjetjen e bukurisë së jetës. Përshëndes shqiptare. Si themelues e Fondacionit Nermin Vlora, Zenepe Luka ka meritën për veprimtaritë e mëdha që janë bërë me gruan që aderon atje, që janë figura të rëndësishme të artit dhe fushave të shkencës, brenda dhe jashtë vendit, në Shqipëri e jashtë saj. Si me kesh ambasadori së kombit, Nermin Vlora, mbes e Ismail Qemalit, ajo ideoi thirrjen e kuvendit parë të gruas së shquar në Vlorë më 18 prill të vitit 2002. Ku për herë të parë në histori bashkohet në kuvend të gruaj arbëreshe dhe ajo shqiptare, intelektualja kosovare dhe ajo e Malit të Zi, e Maqedonisë, për të ngritur zërin për rolin dhe vlerësimin e gruas në shoqërinë demokratike. Puna dhe përpjekjet e saj bën që ky kuvend të bëhet në Kosovë, në Shkup, në Kalabri, Ulqin, Stamboll, në Prizren, ku u nderua me nder i qytetit Prizrenit. Kuvendi 8 do të mbahet në diasporë dhe kështu me radhë. Ju ftojmë të ndiqni disa sekuenca nga këto veprimtari në shtete të ndryshme. Kuvendi parë u mbajt në Vlorë më 18 prill 2002. Që në këtë kuvend marrin pjesë gratë të shquara të spikatora nga Shqipëria, artiste të pop, profesoresh, doktoresh, në të gjitha fushat e publikut të grup. Marrin pjesë gra nga Kosovë, me përfaqësuese të nderuar Flora Horina, nga gjitha qytetet e Malit të Zi, veçanërisht nga Ulqini, si edhe Shënësi, njëkohësisht edhe emocion për të gjitha me gra që të janë të ftuar dhe janë të pranishme përfaqësuese të gruas etnike që jeton në Malin e Zi. Konferansımızın kongrenin tebliğini, genel tebliğini ve sonuçmayında olan tebliğini okuyacaktır şimdi kendisi. Kuvendi i 6 mbarkombëtar i grave shqiptare të grumbulluara në Fondacionin Nermin Vlora Falaski i zhvilloi punimet e veta në Stamboll në datën 18/12/2007. Në të morën pjesë përfaqësuese të ardhura nga Shqipëria, Kosova, Malizi, arbëreshtë e Italisë, arbanitazi të Greqisë, si dhe gratë që jetojnë dhe punojnë në emigracion jashtë Shqipërisë.
të gjitha, meraku im ka qenë për të ngritur sa lart figurën shqiptare, figurën e nënës e gruas në majat më të larta. Ju faleminderit edhe një herë. Të organizatës politike dhe ushtarake, lidhës shqiptare të gëzërit që është pajtë në rikëri me. Faleminderit, shumë faleminderit për nderimin. Faleminderit. Në dëshira që në kodë sukses të reja, jeni kështu mobile dhe unike dhe sukseset të reja. Faleminderit, faleminderit. Sigurisht është një emocion I veçantë, është një rallë ne kemi Kuvendin e 7, po kryetar të tillë komune, ç'mo bërë. Vërtet është një vlerësim, është një moment emocional. Është një vlerësim I madh që I bëhet gruas shqiptare. Zonja Zenepe Luka, gjithë jetën e shqetësuar për profesionin e saj, problemet e shoqërisë shqiptare dhe veçanërisht të gruas, I ka goditur fort jo vetëm me shkrimet e saj, duke marrë admirimin e lexuesit, por edhe në debate televizive brenda dhe jashtë vendit. Ajo nuk ka nguruar për të thënë të vërtetën, për të ndëshkuar fenomenet negative të shoqërisë, duke qenë gjithkohë në krah të qytetarit. Të dokumentosh karrierën dhe punën e Zenepe Lukës nuk mjaftojnë këto rjeshta e sekuenca filmike. Ajo është një grua intelektuale që vrapon, gjithë kohën vrapon, për të bërë me dinjitet punën e gazetares, shkrimtares dhe për të angazhuar me shoqërinë civile. Ata që e njohin, shohin tek personaliteti dhe karakteri